Në cilin fshat jeni këtu? Zboq numër 2 quhet këtu. A quhet kështu me Silvan? Zboq numër 2. Si njihet si fshat? S'kemi ujë, s'kemi rrugë, robet kur i lajm me ujë pe pike peshiu, ose vim këtu te qesma me erë, një urë kemi këtu ra lopa, këtu bë cop. Fëmijët shkojnë, Keni frikë? kemi frikë, fëmijët shkojnë, do t'i shoqëroj ema aty fëmijët, ose jati, që të dalin këtej të kalojnë. Do t'i marrin problemet me radhë. Tani, po më thua që kjo ura është shumë e rrezikshme për banorët e fshatit. Për krahat që nuk ka krah. Po, Se ura po të ketë krah, mbahet fëmija edhe nuk bije. Sa fëmijë ka fshati? Vallai unë... Tet fëmijë. Prandaj, neve kërkojmë ndihmë na juve, se shteti gjërë këtu ka qenë beter. Nuk na ka dhënë asnjë lloj ndihme. As për gjë. As për gjë. Ka ndodhur ndonjë incident më parë tek kjo? Ka rënë një lop këtu. Edhe u bë, ç'të të them, e nxuar atje kofsh pastaj. Kot. Lopa nuk u bë për lopa jo, ngordhi aty. E kuptoj. Ju keni folur me institucionet? Kemi folur neve, kur vinë për votat, gjoktina unë, kur vinë për votat, këtu bëjnë, thoj ti si këta nuk ka. To të bëjmë urën to të bëjmë rrugën to të sjellim ujtë. Kur me të mbaruar votat pasaj, këtu nuk duket asnjëri. Ja unë këte ka. Sa e vështirë është për banorët e fshatit e gjithë kjo situatë? Shumë e vështira është. Shumë e vështira është. Për mua është e vështirë. 70 vjeçe unë të vi që na shtëpia atje, të mbush ujë këtu të laj rrobe. Po, do ta trajtojmë edhe këtë problematikë. Tani, më thuaj pak, sa banor ka fshati? 16 janë të gjitha. Jo, ti shtëpi, ai thot banor. Po mirë, sa familje ka? 16 familje. 16 familje. Më përpara ka pasur? Jo, nuk ka patur këtu. Tek fshati më sipër. Andej ka patur, nuk e di unë, se unë jam ardhës nga Skrapari. Rreth 150. Ajo që është vendas, po unë jam ardhës nga Skrapari. Me ujin e pishëm, prej sa vitesh e vuani mungesën e ujit të pishëm? Të rjetën që kur kam ardhur unë, po bëj 32 vjet, këtu ujë s'kemi patur. Po, si a bëni? Si a bëj me të keq, me vuajtje, me atë ujë. Ja, me atë ujë që ju treguam ne me ujë me erë. Për të pirë, ku e mbushni? Për të pirë te tylbja. Te tylbe goxh. Më falni. Po për të larë? Për lana kë. Edhe ujë pe pike që mburon bjeshiu. Edhe ku e mbushni? Ulluku? Ne ulluku, në për kovat e marim kështu, e mbajmë një javë. Gjesa të bie unë për la robe. Lanë robat me atë ujë? Me dorë, i laj robet me dorë. Lavatricia në suron atje në atë. Sa e vështirë është për ju kjo situatë? Shumë është. Shumë. Jo pak, po shumë. Ja. Nuk, është gjuna në këtë kohë sot demokracisë që të vuajmë ne për ujë, të vuajmë ne për rrugë, të vuajmë për të tëra. Gjuna. Tashi, leka ka, po i marrin tjertë. Ne s'marim asgjë. Unë një pension marr. Unë s'kam as burr, as djalë, as çup. Unë jam vetëm. Ju jeni ankuar tek Bashkia e Maliqit për të gjitha? Jemi ankuar edhe. Çfarë ju kanë? Do vim me të kaluar. Kalojnë në radhën edhe asnjë gjë s'po bëjnë. E kuptoj. Cila është thirrja juaj sot dhe kujt ja drejtoni? Thirrja jon është sot që ne duam me do mos na vi ujit, radh parë. Ujë ne kemi më rrezik. Më keq kemi ujit. Në radhë të dytë na bëhet rruga. Na bëhet ura një qikë se kalojnë fëmija bjenë. Se po i ku një fëmij pasaj, e të bëj tërditën a i komunës atje. Gërver. Vetëm jeta nuk falet. Ju falenderoj zonjë.